Gjitha emocionet janë miq tanë dhe shpeshherë vinë të na takojnë në dhomën tonë, në zyrën tonë, më ta mendoni si të doni. Dhe ajo që ata kërkojnë është thjesht pak vëmendje, një kuptim dhe të ndjen të dëgjuar, të parë dhe të kuptuar prej nesh. Por shpeshherë ne tentojmë të injorojmë këto emocione. Të bëjmë sikur nuk janë aty. Ndoshta t'i shtyjmë me zor për të dalë jashtë, por ata nuk do t'ikin derisa të përmbushim misionin e tyre. Ne më pas thjesht injorojmë nëse ata nuk ikin dhe ky emocion do të manifestohet por si një dhimbje në pjesë ndryshme të trupit tonë, në varësi të emocionit, sepse nuk do të largohet pa përmbushur qëllimin e tij apo jo. Dhe ajo që ne duhet të bëjmë është thjesht të ulemi me emocionin, ta marrim në tavolinën tonë dhe t'i themi: çfarë dëshiron të komunikosh me mua? Cili është problemi? Ka diçka që ne mund ta zgjidhim së bashku? Apo thjesht ai ka nevojë që thjesht të dëgjohet? Thjesht ka nevojë që të shikohet dhe kaq. Thjesht ta shikoni dhe ta lini të shkojë. Dhe pasi ju mbaroni këtë procedurë me emocionet tuaja, me mirësinë më të madhe dhe me njohjen më të madhe, thjesht i përshëndesni dhe i hapni derën tuaj për të dalë, për t'i lënë të shkojnë. Është kaq e thjeshtë. Emocionet duan thjesht këtë dhe gjithçka do të shkojë më së miri. Ma besoni për këtë. Por nëse nuk më besoni, provojeni vetë dhe shikoni dhe besoni rezultatet tuaja.